Ministria e Arsimit dhe Shkencës, përmes një komunikate të publikuar ditë më parë, u ka bërë apel prindërve që të mos nxitojnë me blerjen e teksteve shkollore, pasi negociatat për përcaktimin e çmimeve me shtëpitë botuese ende nuk kanë përfunduar. Sipas ministrisë, pas përfundimit të negociatave do të publikohet katalogu përfundimtar i teksteve shkollore dhe do të përcaktohet shuma përkatëse që do t'i ndahet secilit nxënës për blerjen e librave. Apeli i ministrisë u është drejtuar edhe librarive, të cilave është kërkuar që të mos fillojnë shitjen e teksteve shkollore para përfundimit të këtij procesi. Ndërkohë, televizioni Syri ka dalë në terren për të parë nga afër situatën në pikat e shitjes së teksteve shkollore në Gjakov. Libraritë në qytet tashmë janë furnizuar me tekste shkollore, ndërsa në disa pika shitja e librave ka vazhduar. Megjithatë, interesimi i prindërve për blerjen e teksteve mbetet i ulët për shkak të apelit të ministrisë. Kur ka mbetur vetëm një javë deri në nisjen e vitit shkollor, situata ka nxitur reagime të shumta dhe në rrjetet sociale. Shumë qytetarë e kritikojnë vonesën e vendimit. Mes thirrjes për të mos blerë tekste shkollore dhe nevojës për t'i përgatitur fëmijët me kohë, prindërit mbeten të konfuzuar.